Sali Berisha paralajmëroi se protestat antiqeveritare që drejtojnë po shkojnë drejt ndryshimit të madh të skenarit, sipas tij, si kërkesë e vetë qytetarëve. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet të largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë. Por para se të vinë në këtë moment, opozitarët janë thirrur në shesh më 10 shkurt, protestë që Sali Berisha e cilëson moment kyç të asaj e pagëzuar si kryengritje paqësore kundër qeverisë. Përparësi absolute për çdo orë të ditës tuaj ka takimi me qytetarët dhe organizimi sa më i fuqishëm i protestës së datës 10. Për këtë qëllim kërkoi angazhimin e deputetëve dhe çdo strukture të Partisë Demokratike, duke e theksuar se edhe ndërkombëtarët po e presin protestën e opozitës shqiptare në bulevard. E gjithë Europa pret protestën tonë, e gjithë bota pret protestën tonë. Megjithatë, kryedemokrati është i qartë se fundi i historisë që kërkon nuk është në dorë të qëndrimeve politike, por të reagimit të qytetarëve. Gjithçka është në duart të qytetarëve. Gjithçka është në duart e të rive shqiptarë. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha përsëriti akuzat ndaj mazhorancës për kapje të drejtësisë.